Blende, unë di dhe diçka tjetër, ti jashtë i programe, nuk është se kursehesh në komente, nuk je nga ata djem që rezervohet për gjërat që bën, për eksperiencat e veta, flet. Mua këto fjalë më kanë ardhur në vesh. Ndryshe bën në studio, siç pam konkretisht që i thua Vlorës, lëre Marcelën të përfundojë. Pra ti duhet kesh njerëz të tjerë dhe ti gjithmonë fjalët të kanë dalë, gjërat të kanë dalë, horrliqet që bën jashtë të kanë dalë, ti kanë nxjerr të tjerë, se ti nuk flet, por të tjerë bëjnë për ty, se ti flet jashtë. Tani, për atë që thot Vlora, që unë kur s'kam patur një koment nga ty në studio, por të gjitha thonë, zërat, prapaskena, të gjithë flasin për këtë, Blendi që ka çuar vajza në hotele. Ky ka qenë problem edhe në marrëdhënien tënde me Vlorën. Për cilat vajza po flasim, Vlora? Nuk e di pyet e Blendin se ai ma tha. Ta kom thanë unë? Po. Po thuj me kë? Jo. Ti e Blendi, fol për një herë në jetën tënde, ta kam thënë ty, fjalën e ke nxjerr ty, edhe s'ka qenë hotel se e keni bë, hotel. Thusi kam çun hotel, ku i ke çu Bia, ku i ke çu? Atëherë, të ta bëjmë të thjesht, Blende, ai referohet Vlora marrëdhënies që ti ke pasur me Dasinën dhe me Anxhelën? Besoj se po. Është ajo si thash unë, ki do ndikush tjetër me hek muhabetin, mos më kon fajtor Blendit që ka thonë kë, po ki ka fol me këtë djembe për marrëdhëniet që i ka pas me gocat. Cilat gocat? Me djem të me asnjë s'kam konfidenca njërë, përveç Indritit. Ha? Përveç Indritit s'kam me asnjë konfidenca unë. Ta heki Fejza muhabetin. Blendi, çfarë ka ndodhur mes teje dhe Dasinës? Dasina, se ti e këtu, do të pyes dhe ty patjetër. Dhe mes teje dhe Anxhelës. Nuk është se ka pas. A i ke çuar hotel apo jo, filloj që këtu, a i ke. Atëherë lëm të ndihmoj dhe një herë tjetër. A është e vërtet Blendi që ti vazhdon të takohesh me Anxhelën dhe konkretisht një javë më parë ke qenë në një ambient publik me Anxhelën? Jo, ka qenë thjesht rastësi. Gjithmonë rastësi. Rastësinë e konfirmoj edhe unë. A është e vërtet Blendi që ti dhe Anxhela keni patur një biçim bashkëtese gjatë kohës që të dy keni qenë në program, keni ndetur, keni ndarë të njëjtën dhomë hoteli? Po. A është e vërtet që ti ke patur një marrëdhënie me Anxhelën gjatë kohës që keni qenë në program dhe asnjëherë nuk folët publikisht për këtë? Jo, kjo jo. Po çfarë quhet marrëdhënia juaj? Nuk e di si ta quaj faktikisht, ishte çuditshme, por thjesht. Tani kush është? Atëherë, një sekond, që t'jemi të qartë, se dua ta sqaroj një herë mirë këtë dramë të madhe, trilogji. Ke qenë intim me Anxhelën, por si keni vënë një emër marrëdhënies tuaj? Në teori po. Po. Në teori dhe në praktik. Është e vërtet që Anxhela zhvilloi ndjenja për ty? Nuk se besoj. Prandaj ka hik ajo. Jo. 100%. Ajo varet nga ajo vetë. Ajo ka hik prej teje se i ka ardhur zorë 100%. A ka patur diçka mes teje dhe Dasinës paralelisht me këtë marrëdhënie që ti ke patur me Anxhelën? Hajde murgjesh rrolla jute. Çfarë kemi patur ne të dy, ndërkohë që ishte dhe Anxhela në mes? Që kemi folur pra bashkë. Që kemi folur? Po. Mund ta cilësosh? Se kemi patur diçka dhe kemi folur janë dy gjëra shumë ndryshe, Blendi. Dhe pyetja ime tjetër është, përse djemt këtu më janë hedhur duke më thënë që ti me Blendin keni bërë seks? Po e them troq fare. A mund t'i pyesësh? Njëri nuk është këtu që as nuk e llogaris fare, janë edhe ca tjerë këtu që e kanë thënë, po thjesht dua ta di. Mo thjesht Rindi më ka thënë edhe Kush? Rindi. Çka ka thënë Rindi? Me Rindin as muhabet s'kam bë. Çka ka thënë Rindi ty? Që keni bë, keni kryer marrëdhënie me. Po Rindi ç'pun ka Rindi? Ta ka thënë Rindi ty? Ki ma ka thënë. Jo, unë jam Mariusi unë vëlla. Po ti Rindi ku ka qenë Rindi? Rindi ma thatë të... Jepi atë mikrofoni Rindit, ti ç'pun ke Rindi që merresh? Pse merresh me dallavere? Pjesa videos edhe kam pyet kaq gjë. Po ç'të duhet ty? Po më për statistika. Tani për çfarë më fal? Rindi pa fletoren. Realisht Omegi nuk dua të kaloj në nerva, se unë kur kaloj në nerva e di se jam psikopate dhe shumë e keqe dhe shëmtohemi herë dhe jam bërë shumë e bukur edhe është e vërtetë që e bërë shumë e bukur. Po, por në momentin që thua, faleminderit Omegi, në momentin që thua
që dalin thashë theme që unë kam kryer marrëdhënie me X person që isha unë, në atë mes i bie që e ke thënë ti ose e ke lënë të nënkuptohet. Tani dua ta di, e ke thënë apo e ke lënë të nënkuptohet diçka tillë dhe pastaj do shpjegoj atë situatën se si jemi gjendur të tre. Unë, Angela dhe Blendi. Keni pasur seks ju të dy? Jo, nuk kemi pasur seks në të dy, Marius, më e shumë kurioz, sepse nuk shkoj deri aty. Po si doli kjo pra? Si doli? Se Blendi ja ka marrë nati. Ndoshta nga Ti ishe ajo që thoje që ka video, ta që kuj në Unë nuk tash, unë nuk tash që ti ke thonë tu ti ke video. Po sqaroj që është bisedë. Tash që e kam. Blendi po gjykohet se O Indrit, e sqaroj unë, Blendi dhe Angji kemi qenë duke pirë cigare në balkon tek shtëpia e Blendit. Ne dilnim edhe në kafe. Me sa diun Blendi shtëpi nuk ka. Si? Blendi shtëpi nuk ka, tash. Po shtëpia pra, shtëpi ishte shtëpia ajo që jetonte Blendi. Shtëpia time rrota, hoteli në Tiranë. Unë nuk doja ta përmendja personin e tretë, po duke qenë se përmendi ai, kemi qenë thjesht duke pi cigare dhe Angji, me sa di unë ka kap një pjesë të videos si thuhet pa dashje. Një video të cilën Vlora pretendonte se e kishte në telefonin e saj, por nuk e kishte në telefon. Edhe kemi pirë cigare në balkon. Videoja është në telefonin e Angelës, e cila refuzon të prononcohet. Po, unë po e sqaroj që mos lëmë në kuptohet diçka tjetër, edhe kemi pirë cigare dhe unë kam hikur nga të dy dhe ata të dy pastaj i kam lënë aty edhe nuk e di çfarë ka ndodhur më tej. Pastaj ndodhi kjo pjesa tjetër që unë u shkëputa totalisht nga Blendi sepse më tha pastaj pas një periudhë kohe edhe unë fillova duke e anashkalu sepse po vija re që ai kishte pëlqim për Vlorën edhe unë vendosa të distancohem sepse po tani ishte për Vlorën apo për atë natë që ishim me Marsielën se jetu thanë dy gjëra ndryshme. Me të dijat. Ishte pëlqimi që më ke thënë për Vlorën në fillim që kishe mos se imito ti fjalët, se do të futesh ti, do të futesh në çdo situatë time, se di se nuk të pushon, nuk të rin shpirt të rehat ty pa mua. Sa qef ket kapesh me mua. Vdes maro për mua. Vdes për ty. Edhe ishte edhe pjesa tjetër që unë e kam shkëput totalisht marrëdhënien time me ty. Ka qenë se unë isha duke ju parë ty dhe Marsielën bashk, që ti e përqafoje Marsielën njëra tjetra, ndërkohë që unë prit, edhe ndërkohë që kishit ndenjur 3 orë përpara duke folur me njëri tjetrin mbas orës 12 të natës, se nuk e di çfarë muhabetesh kishit ju për 3 orë, po nejse. Nuk do të ketë akuzatën ka e sjellë, po thojnë herë të njëra, herë të tjetra, herë të Angela, herë të Marsiela. Janë gjërat përpara te. Po gjërat që unë kam dëgjuar nuk janë të njëjta, kështu që po qa më intereson mu qa ke gjuti Lasina, që të mos zgjatemi në diskutimet të tepërta. Mes te dhe Blendit nuk ka ndodhur asgjë, përveç puthjeve të cilat e ke shkëmbyer publikisht dhe ke qenë shumë transparente për marrëdhënien tënde dhe Blendin. Jo, Megi, nuk ka ndodhur asgjë. Nuk e besoj. Okej. Blendi të ka pohuar që ka më shumë ndjenja për Vlorën. Njëjtë ka bërë dhe me Angelën, këtë po më thoni? Jo, për Angela nuk më ka thënë që ka ndjenja për të. Jo, ai ka thënë të dyjave Blendit, dhe Dasinës dhe Angelës që ke ndjenja për Vlorën? Po. Dhe çfarë përgjigje morën mbrapsht? Unë jam tërhequr. Dasina nuk është se ka thënë. Ai ka ditur me pa fjalë. Madje kam thënë mund të vazhdosh, se unë nuk dua të jem aty në mes, po edhe Angela të njëjtën gjë. Çfarë forme të rrihesh ti edhe kur se ti kur ishe bashkë me telefon. Tash urdhro? Po do në çfarë forme edhe kur je tërheq, se ti ne kur ishim bashkë e morën telefon. Tash po pra, telefon. Fiksa ditë që telefonata që unë e kam marrë Blendi nuk ka qenë se unë dua të jem me Blendin apo dua të flas prap me Blendin dhe Blendi ja ku është le ta thotë. Po mbase ti thua që mos e nxjerr në studio ato që ka ndodhur. Ti thjesht do me dal keq. Kjo është e gjitha. Jo, unë nuk kam thënë mos e nxjerr në studio. Nuk e kam thënë, nuk të lejoj të shpikësh fjalën. Njerëzit mund të jenë dhe mjaftueshëm qytetar që kur diçka nuk funksionon dhe ka mbetur tek puthja, ti të vazhdosh të kesh komunikim. Si ju duket kaq jashtëzakonshme që Dasina mund të ketë telefonuar Blendin. Po, pikërisht, edhe unë i kam thënë thjesht mos shto fjalë, mos shto diçka që nuk është. Sepse dëgjova në përdjem që fillun më hodhën gjithë e pa moralshme, njëra tjetra ti ke bë këtë ke bë atë, duke me drejtu gishtin edhe unë të kam thënë që po ç'lidhje kishte kjo me mua, s'kam qenë prezent atë ditë. Ti s'ke qenë prezent atë ditë, po a e ke krijuar ti
Mund të dalë fjalët nga perceptim për Dasinën. Po unë do dilte na njëri këtu që tonte. Po ai tha veç e Blendi. Po njëri tjetrin e mbroni shumë mirë ju. Ju keni alancë. Ju bravo ju qoftë, alanca që kanë çunë atë sezon gocat nuk e kanë kursesi me njëra tjetrën. Megi, vesh ta bëj sa Blendi është Tomi. Jam vërtet shumë i çuditur, domethënë se jo që kanë një aleancë me njëri tjetrin, po janë si ato gjuetarët kur mblidhen dhe bëjnë histori gjuetisht që i zmadhojnë, unë kam kap 18 lepra, unë kam vëra 6 tigra, edhe në fund fare dalin ca biseda që fund fare kanë rrinë konkluzione për njerëz që i dëgjon dhe familja jashtë, kanë dhe një audiencë jashtë që i dëgjojnë. Blendi këtë rast kur e pyesin për një gjë këtu rri mendohet sikur do na shpjegoj teorinë e gravitetit ose në një gjë sikur është njeriu më naiv. Nga ana tjetër flet për të gjithë me të gjithë edhe hiperbolizon sa situata dhe dalin përfundime që nuk ekzistojnë fare asnjë nga këto. Kjo është shumë e çuditshme, do të prisja nga femrat, nga gocat që të ishin pak thashë themexhi dhe ndryshojnë realitetin, po më duket se në këtë pikë çunat janë shumë më përpara të avancuar. Aulona, qingji i ut i pitre nëna? I pinte, se tani s'pi asgjë. Po tani mund të pija në biberon, me qenë se ja përmendin gjithkohën moshën, patjetër që këto janë pasojat e veprimeve. Po mosha e kemi bërë histori unë vetë dola kundër dhe nuk jam dakord që ta përmendë gjithkohën, por mosha është një fakt. Ti je këtu më i voglit, e mbase kjo të bën që mos dish se si ti menaxhosh disa situata, siç edhe e tregon faktet që nuk e ditur se si ta menaxhosh. Pra dhe sepse duhet kesh një aftësi dhe duhet kesh eksperiencë dhe në bërjen e gënjeshtrës dhe në mbajtjen e gënjeshtrës, si ajo mos të dali dhe ti të përfitosh deri në fund. Ti ke përfituar deri në një farë pike, po ti nuk je i sinqert, se ti dhe tani ne nuk e kuptojmë. Pra ti ke pëlqyer, ke pusur, ke pasur marrëdhënie, ke bjetuar me Anxhelën, po i ke treguar dhe Dasinës që e pëlqen, po fakt ndjenjat e vërteta i ke pas për Vlorën. Pse më vëlla, unë do të pyetëm pse e ke bërë gjithë këtë? Pse? Deri në një pikë ti ishe konfuz, shumë dakord. Jeni gjithë këtu, në fillim jeni konfuz. Pastaj kur kuptove që të pëlqen Vlora, pse nuk e çove deri në fund me Vlorën? Çfarë të pengoi? Meqense gjithë i ke thënë që mua Vlora më pëlqen. Njësoj si ato në hapësi. Bledi, se më intereson kjo përgjigje. Po, Bledi. Meg, të Aulon, pengesën duhet ta thot vetë Vlora. Ta kom thonë edhe prap nuk e të kuptu. Ku është pra? O, më falë, ti tani se... Ti më po të pyes ti pse, nëse ke pëlqyer Vlorën, pse nuk e ke thënë dhe nuk e ke vajtur deri në fund, por e detyrove këtë vajzën... Ja kam thënë, me mira herë ja kam thënë. Sa herë duhet t'i them aty. Në program nuk e ke thënë kur, Bende. Në program nuk e kërkuar, në produksion nuk e kërkuar asnjëherë që të t'jepë një mundësi vetëm për vetëm me Vlorën dhe të mund të flisnit. Më është pyetur edhe kam kthyer për Mirë, okay, patjetër. Ti mund të kesh thënë, e ke thënë, e kemi dëgjuar shumë herë në studio që ti pëlqen Vlorën, por s'kem parë kurrë një veprim që tregon që ti pëlqeje Vlorën më shumë. Ose kanë Vlorën. Ti ke qenë, ti e ke parë kur pranon takimin me të tjerë. Ti e ke parë të volitshëm këtë konfuzionin që ke krijuar me të treja vajza dhe asnjëherë nuk e përpjekur vërtet ta ndash. Sepse ka dashur ta zgjasë sa më shumë të jetë në këtë rast të vëmendjes kam përshtypjen. Unë dua të di, meqense nga Blendi dyshoj se do e marrim një përgjigje. Vlora, ti e ke ndjerë që Blendi erdhi drejt teje? Jo. Që i shkëputi vajzat e tjera dhe tha unë zgjedh Vlorën? As pak. Edhe ndërkohë ku e kena pas takimin. Po si vë këtë ti O, Indrit, Blendi, se të shkon, Indrit nuk të shkon të flasësh për dikë tjetër, fol për veten. Blendi. Ja, jo ishte të fol. Jo, unë thash, a e ke ndjerë që Blendi hoqi dorën nga vajzat e tjera deri drejt teje, jo? Na ishim aty takim me 3 vajza, edhe kidëm me ke zgjodhi Vlorën, tani du put me Dasinën mas takimit. Dhe ki thot putje lam tu mirë, për mu kjo nuk është respekt. Vlora, ke edhe ti faj në diçka. Okej, gjithmonë, tell me psychology. Ne të flasi Ursula. Ha? Jo, s'jam me nerva. Faji jot është që i ke thënë Blendit gjithmonë nuk dua të merrem me ty. Ja, dhe masi sa që ka herë ja ke ndodhur. thënë këtë gjë, ke vazhduar kontaktin. Dhe ai ka dashur të krijojë diçka me ty dhe ti i ke dhënë sinjale mix që ke të drejtën tënde sepse ai nuk është stabil. Ama ke edhe ti fajet e tua. Unë s'besoj që kam asnjë faj. Edhe i shmangësh. Më fal, po tani çfarë të mbash një gjë, çfarë të vazhdosh një gjë me Blendin kur i përgjigjesh ti? Mami, po përgjigjet për Blendin. Ai nuk po sqaron dot marrëdhënien që ka pasur. Nuk po sqaron, dal nuk flet. Po them futesh ti që të mbrosh Blendin, flet Indriti që të flasi për Blendin. Unë se di çfarë muhabeti bënit një nga 2 orë në kamerë, sa ai është I pyetje. Ora ta bëj edhe një pyetje. Unë kam një pyetje për ty. Unë kam bën fal, këtë e kam për Mariusin. Po. Është i përdal Blendi? Po, 100%. Po. Okej. Pra pa nic lëvizur. Qofse lejohet ta them. Vlora, I përdal dhe më shumë i përdal se të gjithë këtu.
Shohim pjesën e dytë, Marius, se do kemi më shumë. O Vlora, vetëm një pyetje kisha, pastaj mund ta përgjigjet. Për çfarë arsye ke dalë me Blendin, me Esmen dhe me Përgjigja më herët unë. Kjo u konë para takimit. Se si shkohet në klub pa Blendin asaj? Jo, nuk i shkojmë mrapa asnjë mashkullit, faleminderit. Po unë siç e kam thonë gjithmonë, unë kam menduar që Blendi nuk është i keq, po është vetëm pak naiv. Edhe i thash Blendit, nëse të keti ndjenja për mua, ose ndaj, ose s'kena shoqëri he. Po ti kishe ndarë ai ndjenjat për ty, kishe thënë. Po tani si ti ndaja, unë ti kishe thënë po Vlora, vetëm për ty kanë ndjenja. Çfarë do ndodhte pastaj? Jo, çfarë po Vlora vetëm për ty? Se kuptoj këtë po Vlora vetëm për ty. Ti ke thënë, nëse ke ndjenja për mua ndaj, nëse do ndante ndjenja për ty. Unë e disha që s'mund të ndan nëse ka. Jo, ti kam ndarë se ke nda. Ata? Ti e dishe që ai nuk do i ndante dot, prandaj pra ta e pata takimin. Vlora, po bëjmë një pyetje tjetër Mariusin. Nëse Blendi do t'i kishte ndarë, ku do ishte ti tani me Blendin? Mund të ishit në një marrëdhënie? Jo, marrëdhënia ashtu jo. Se unë nuk shoh një kam dashur shumë mirë muhabetet. Po atëherë s'kishte nevojë të ndante ndjenjat, se i soja ty do ishte. Ja kam dashur shumë mirë muhabetet, po thjesht ka qef. As Blendi me pas ndjenja për mua dhe më dhon mix signals që ta marr tjera. Jo, jeni të tjera këtu, të tjera atje ju. Çka? Jeni të tjera këtu, të tjera jashtë. Jo, nuk është e vërtet. Jo, edhe mundesh me fol edhe për veti, edhe për Blendin, mundesh me fol që jeni tjerë këtu mbrana, edhe tjerë jashtë. Jo, çka? Edhe një ditë. Okej, nuk flasim për gjëra që ne si dim dhe nuk i kuptojmë dhe si kemi parë kurrë. Kalojmë tek pjesa e dytë. Po ata erdhën vetë, ose ti ja ke lënë rrugën, ja ke hapur rrugën për ata marrë? Jo, ata erdhën vetë. Si erdhën vetë? Do të thonë erdhën vetë te Blendi, Blendi s'ka dhënë asnjë hapësirë. Te mendon se i kam 23 vjet si ti, unë 34 vjet. Këtej po thu që s'ke lënë hapësirë. Këtej po thu sikur kanë ardhur te hoteli jut pa thirr. Këtej po thu jo s'kan ardhur te hoteli, po si është puna këtu? Si kuptoj? Dhe mendon se jam budallën? Nuk mendoj se i budall. Po tani çka është? A din si i del kundra fjalësh gjithmonë ti? Çfarë është kjo? Çfarë është e vërteta, bro? E vërteta është që du njoftim, pëlqen Vlora, pëlqen këto tjerat. Vlora, kemi qenë lidhje serioze bashkë? Po jo, normal se jo. Po na jena me një A kemi ndaj dokument ku thot ne të di. Po çka ka lidhje kjo? Çka ka lidhje kjo? Po ka lidhje se po më kërkon, domethënë llogarisë, jo më të ta kërku të drejtën. Jo. Po ku është? S'kom kërku asnjë llogari. Po ti ku je këtu, ti ki bo gjitha sent më sheftas. Po normal që më sheftas dhe i boj, me këtë i boj unë. Po jo, ajo nuk është me drejt. Ajo nuk është me drejt. Nuk është me drejt, Blendi. Ajo nuk është me drejt, se ti je në mision. Edhe unë kur pranoj takim, unë pranoj para syve. Është e drejta jam me ditë me ka jetë të fol ti. Nuk jem të tonë kërkoj llogari, që jetë të fol me Dasinë, me Anxhel, me tjetrën. Ajo s'ka lidhje. Është drejta jam me ditë, me ka ke marrëdhënie. S'kemi pas asnjë gjë serioze. Amo ti më kërkon llogari. Pse ja pranove takimin e këtij? Unë nuk jem të po gaslight, po ti në takim dhe më thonë, sikur shpreve pëlqim të Vlora, okej, zgjedhë Vlorën, po tani shkove të put me Dasinën jashtë. Ishte puthje lam të mire. Puthje lam të mire. Mendon që kjo është e drejtë? Çfarë është e drejtë? Ti gjitha çfarë i bën ti. Mendon që unë me pas besim te Blendi, e fjalët e Blendit, kur ti këto gjeste i bën? Po çfarë është kjo puthje lam të mirë? Kjo se kuptoj, ai kanë lidhje me Dasinën që thotë puthje lam të mirë? Jo, ishte thjesht, ishte keq. Ishte keq atë. Çfarë keq? Edhe Po pse ishte keq? Po ishte keq se do të thonë gjitha vajzat që janë keq të më shku Blendi mi puth. Jo, po të paktën me. Po ti nuk mendon që ti me puth me Dasinën që nuk nihëm unë e keq? Po nuk e di. Po Blendi. Nuk e di. Me vërtet çai të bëj. Nuk është trego, ka qenë më shumë nga ana ime ki interesi. Nuk është e vërtet kjo. Kemi bo muhabete. Pastaj ti shkon del me të tjerë? Po ti jetu dalë më shef, ku jetu më kërku ti mu llogari? Kam dalën e hapur unë. Ka butur unë, më dalë në hotel me një njonin, e ku mërzit në njonin, unë ka dalë diçka që Vlora ka bo më sheftas që si ka dit as njoni aty, që e kom lindu. Ke qenë
ke qenë bashkë me Mariusin kur ma ke hap telefonin. Ajo kon masanej. Ajo kon shumë masanej. Edhe ke thënë që shife sa shpejt mund të zëvendësohesh. Po, normal që zëvendësohesh shpejt. Absolutisht jo. Kur ke mungesë respektit te Vlora. Duket që t'kam lënë akoma shenja. Për shka? Duket që t'kam lënë akoma shenja, që nuk zëvendësohem shpejt. Du me thënë ti vazhdon mi po këta gjestet e pa menduara. Kur ka vazhdo t'i bëj? Më ke pa në bas asaj situate me ndonjërin prapë. Po, me Marsielen. Tu qaf, tu puth. Nështë jo në buz, po këtu nejtë shumë afër, cuddly. Unë ajo që erdha me të marë në aeroport, po për respekt. Se jo Blendi, po më tyrë dikush aty, edhe që nuk e njoh mirë që s'ka muhabet, e Vlora mundesh më marë në aeroport, unë e thëmë po. Ashtu tipi e më ne. Aeroportin e ofrovi vetë se t'kishte marrë. Jo, e di. Që si tuti që Blendi mos. A ju nuk e pranoj. Po pse se pranoj? Se unë pranova gabimin. Unë pranova gabimin. Po nuk bona gabim, unë e bona një gjest mirë mos me marrë Blendi taksi. E t'kishte ngel atres, deshe me fol ma, e nuk kisha ardhë hiq as ma kisha hap telefonin. Duket. Mendoj për mas mirin që na mos me pas muhabet ma. As pak. Dhe jo më thirr, jo shoqërore, kom e tek edhe për gjithat, kom e të bëhe dhe blok. Se s'muj, nuk mund dhe më kështu, Blend. Ishat me të mira. Gjithashtu. Thank you. Jo ti me të mira, son me të mira ja. O, zoti madhe. Nuk e di me i fjallë, t'ja fesish blok një personin 34 vjeç, për ju ma të mdhajat, ma të menqurat, është pak e ullet e në fëminore. Për qa duar trokis nëse marrësh? Unë trokita për vete, se gjova emrin tim ja 4 herë atje, përndaj. Atëherë, për të bërë një përmbledhje, Vlora ndërpret marrëdhënien me Blendin, Blendi i papjekur për të ndërtuar një marrëdhënie, tek Mariusi sheh një partner serioz. Thot diçka Blendi që mua më ngacmon veshin, pse nuk e pet tek unë. Pra pse nuk ta tha kurrë çfarë kërkonte, pse nuk mund ta kërkonte me ty këtë seriozitetin e marrëdhënies, për të qenë baba, fëmijë, sepse Vlora ka folur shpesh se si do të ndërtojë një familje. Këto qëllime kam dhe unë jetë meg. Tani herët apo vonë. Do ta kishe ndërmarrë atë hap për Vlorën? Po. Si s'mundesh me marrë lidhjen me Vlorën, as pëlqimin me Vlorën. Ti e ke pa shumë mirë sjelljen time kundrejt. Po, i kom pa edhe gjithë i kanë pa shumë mirë sjelljen tu. Vlorën, nëse do kishte qenë atë shkeq, nuk pse rria atëre me mua. Nuk kom nejt. E me lonë fond. Po rën. Qa keti, Endre? Tani vetë tu thanë që kemi fol 24/7 bashkë me njëri tjetrin, tani del thu që ke i papjekun, edhe Meg i ka marrë shumë ofendime dhe i ka mbajtur shumë, edhe prap ka dalë pa kënaqur. Edhe pse ja kam te kaluar që jam tipi as që i la trashkasin këto gjëra, po nuk i kam thënë gjë. Kush ka thënë ofendime? Mos u përzimër bori dhe në pshile të rëjnë pa. Pretim tu fol me ndalu. Po na treme kur avash. Avas na treme. Kush ka ofendu ty më? More sim të fol për të. Ore kush ka ofendu Vlora? Ore nuk jem të fol për të. Asi herë bot. Gjove Marius më buri. Ajo s'ka ofendu kur. Gjove Marius. Ajo s'ti më ofenduar. Mbyllë më rgojë. Ku ta gjej të ofendoj ajo? Këtë pra të thomë, se prandaj se njofish më mirë pimote. Ça? Prandaj të them që nuk e njeh më mirë se unë. Kë nuk njeh më se ty? Mendon ti? Ose ndoshta do ofendosh pa pjekur, po s'ka gjë. Mashtron. Vlora s'ofendon. Pjesë biseda. Tani unë kam kalu kohë më shumë piti. Po ajo s'ofendon. Harrohet ti që t'ofendoj. Jo, ajo Santa Maria. Unë i kom thonë gjithve që unë e kom pas pëlqim të Blendi dhe kena pas shumë muhabete. Edhe një diçka tjetër. Respekt lutëm, po me gjestet e tua, me vepret e tua e pash në vazhdim që ti nuk je gati për një lidhje serioze. Dhe tani edhe mosha dallohet atë. Edhe pse ta thash në fund që du të vazhdoj me ty.
Ti tha në fund që do me vazhdu me mu, e tani çam tha e mas takimit që je put me Marsielën? Ishte provokim. Po, ishte provokim. Ishte provokim kundrejt teje, se... Thot diçka, Blendi thot diçka. Vlora, Blendi thot diçka. Njoja e Blendit me vajzat ka qenë shumë sipërfaqësore, ndërkohë që ti me Mariusin keni folur për familje. Kjo të bezdiste, Blendi. Se i bie që s'më ka pas ajo seriozisht me synin e vet. Po ta thash edhe unë vet atë fjalë. Që në fillim, jo mbrapa, tani, pse mi thua tani? Ta kum thonë që gjatë kohë e kena pas kësa muhabete. Të në merrem i vesh, ta kuptojsh. O, Blendi, ndoshta sjellja jote pra që ke bë me gjitha ne dhe ti nuk ke fol vetëm për mua dhe për Anxhin. Unë e mbaj mend shumë mirë që ti ke thënë edhe për dy vajza tjera që unë s'du t'ja përmend emrin se sikur ti ke pas intimitet me to. Se shpif për gjitha S'ka pse përzihesh. Si? Jam pjesë e gjithë muhabeteve që Këtë ka thënë, Dasina për këtë ka thënë. Nuk e them emrin nëse nuk jam dakord të dyja goca. Bol lyt edhe ti me këtë. Kështu kur e merri nati Blendi tani fillon me shtëpi. Nuk ka lezet. Më ka thënë, nuk e them emrin, më ka thënë, s'ma them emrin. Plasë mua ty në shes. Jo, janë këtu. Hidhni gurë se shefni dorën. Ajo sa po ka urdhur nuk është tani, është Vlora, Esme ose kush? Plasë të lutem Dasina. Okej, nëse thon goca që ta rregullon. Gocat po e thanë do merret vesh se kush janë. Unë kam qenë këtu prezent kur i ke thënë Anxhi që unë kam shkuar krevat me Vlorën. Pse ke thënë? E kam dëgjuar me vesh të mi këtu në studio. Edhe Anxhi është, edhe pse nuk është tu, ajo është dëshmitare e kësaj gjëje. Pse ke thënë atë gjë? Asnjëherë se kam thënë. Se ke thënë? Nuk e kam thënë. Unë ja kam thënë Vlorës se gjë më fal Vlora që po të përmend realisht. Unë e di shumë mirë që nuk është e vërtetë ajo gjë. Unë e di që nuk është e vërtetë, se Blendi shtëpi. Jo, kështu. Mund gishtin jo. Nuk jam zari jot një e para, e dyta ule gishtin. Edhe e treta kam qenë vetë dhe diçka që unë e dëgjoj. O e kam gjuh vetë, Jeri, nuk po të shpik. Vazhdo me këtë. Po ç'ke punë me ata? Ti nuk arrin ai më. Me koment që ke nuk arrin ai. Vazhdo, jo s'merrem me ty fare. Mund të merr herë me ato gocat që dolën aty bënë si palaçe, po jep të drejtim tash ktheu përgjigje Dasinës. Është sinqerisht. Jepi ktheu përgjigje Dasinës. Më kthe përgjigje mu dhe. Për sa i përket edhe Rindit do të them vetëm diçka. Jepi drejtim, shive ke shkry me gojën, jepi tani, hajde. Jo më të shkry me sa tënde. Po e vë me bazë. Vazhdo, jo me kapacitet merresh me krizën, o djali dashur. Shumë kalamo, mos më merr me llafe, kaq po them. Me mu i humni. Hum me ty. Je shumë e vogël me mua, Bledi. Jo më merr fare me ty, okay. Përdorë shok. Po s'ka me këtë merret ai këtu, o Kris. Na asnjëri s'ka me këtë merret. Shumë kalamo, kupton? Ky kishte këllçe, i kishte thon për Vlorë, nuk vite si ato. Në harem që 30 san me i mashkull te i mashkull tjetër me tregu çse çado. Çerdhe po në ndërkohë kop cilëndë. Ky tash është Claudia. Cilëndë, po cilëndë, ti ke shkuar. Fal pak, ju të dy ç'a bëni bashkë gjithë ditën? Rrim fërkojmë po Kristin këtu dam. Merreni me thashë theme dhe shpikni dhe vini i sillni këtu. Futet edhe ai tjetri tani që është turp i Zotit. Asni jemi dy të bashkë, më të bashkë këtu në studio, ju vdesni për të dy edhe kaq. Jo, nuk vazhdon më kjo. Kristin shumë si gjek për tjerët. O Marsiela, të lutem, atëherë qëndroni të dy jashtë kësaj historie, Dasina. Doja të thoja vetëm diçka. Ore, jo për mu. Vazhdoni shpifni sa doni. Mua nuk do mboni asnjë lloj gjoje në këtë mes. Thjesht ju për veten tuaj, si do të dukej ty, nëse do flisnim për, më fal që po përmend, mos po përmend saktikën, për një pjesëtar të familjes tënde. Do bësh me gocë nesër pas nesër, si do të dukej ty të flisnim për gocën tënde kështu? Si do të duke, ktheje thikën nga vetja jote dhe po të pyes, nëse ti do flisim për gocën tënde të ardhshme nesër pas nesër, këto fjalë që ke fol për mu, për Vlorën, për Anxhin, për Marsielën. E di shumë mirë ti çka ke fol. Po të bëj një pyetje, si do të dukej ty djali dashur? Nuk është shpikje, se unë vetëm me shpik nuk shpik. Nuk shpik, mos më ngatro mu, as me vetën tënde, as me ndritin, as me kush shpik tjetër. Po nëse ty do të kthehej kjo resto, nëse ty do të kthehej të... Asa është aktore ti se gratë e këshia. Nëse do të kthehej ty, si do ndihesh ti, si gratë e këshia të tjetrin këto. Jo më sa i tjetër është perfekt në krahasim me ty o Blend. Dasina, si do të duke? Nuk do ta përtypte do Dasina, ta them unë. Se nuk the përgjigje. Atëherë pse hedh balt mbi një femër tjetër? Kjo burrëria jote këtu është të qosh një femër në krevat. Kjo është burrëria jote të qosh një femër në krevat.
Po dhe aty s'ma flasësh për një femër që nuk është prezent këtu, pse nuk fole sa ishte këtu? Femrën që s'është prezente këto i keni sjell ju këto. Se nuk e fole. Jo, Blendi. Blendi më dëgjoj këtu dhe jo, nuk ta pranoj më. Këtë lojën e naivit nuk ta pranoj më në program. Gjithmonë gjithçka që ti bën jashtë kësaj studioje vjen në produksion në formë thashë theme. Çdo gjë që Blendi bën. Unë nuk e dëgjoj këtë për të tjerët, ama për ty unë e dëgjoj. Dhe këto vajza të njëjta thashë theme që më kanë ardhur dhe mua në vesh, i kanë shkuar dhe atyre vajzave. Dhe nuk mundet nga të gjithë ju djemë që ne kemi në studio, i vetmi për cilin dëgjojmë kaq shumë thashë theme është Blendi. Që ti përfshihesh me kaq shumë njerëz të tjerë, por Blendi asnjëherë nuk flet. Tomi, Blendi është Marcela në versionin mashkull. Çfarë do thuash me këtë, Tomi? Edhe tani Blendi thonë që Vlora i bën mshefta, ki i bën gjithat msheftat. Unë të paktën kur pranova takime, pranova në studio, para sytë tu. Tu ndryshon me Marcelën, se Marcela i pranon paktën. Unë. Blendi është Marcela në versionin mashkull dhe këtu shpjegohet edhe miqësia që ka me Indritin. Kam përshtypjen. Prandaj shkojnë mirë bashkë. Indriti të hiqet nga. Çfarë po do të thonë? Hiqni dorë nga këto thashë theme dhe mbështetni. Po ne nuk kemi faj, që jashtë ndodhin gjëra ku të vinë këtu na bën murgesha. Asnjë sen jashtë, mos fillo vetëm me shpikje. Ju ti me gjitha tjetën, ju dy veç keni not. Veç keni not, se ju kanalon, të shit ju kanalon. Gjata e keni. Jo, Indrit, mos e bëj këtë, Indrit. O Indrit, nga fillimi deri në fund je kapur me mua dhe me gjujt. Çfarë problemi ke ti me mua? Mos ndoshta ke ndaj pëlqim për mua dhe se ke shpreh. Se më ngacmon prapa skena ti. Më ngacmon prapa skena. Ti ke qenë ajo që Filip Takim, po mos e vut kët. Po ti je ajo që Filip Takim ti. Çka ke që më ngjuhesh gjithkohës? Okej, jo, nuk do merremi tani, Indrit. Nuk të shkon kjo, ta kam thënë shumë herë. Po nuk të shkon fare. Nuk të pëlqen, siç nuk të pëlqen kur të dalin gjëra të tuat që ndodhin jashtë programit dhe ti sjellin në studio, mos bëj të njëjtën gjë ti me njerëz të tjerë ku nuk je i përfshirë. Çfarë të lidh ty me Dasinën që duhet përfshihesh në këtë lojë që e nis Blendi? Gjithmonë e ka bën Megi. Jo në bosh shok mirë tash. Po i hidhni Blendit. Po ç'lidhje kiti me Blendin me po i hidhni gjithë. Blendi nuk sqaron, Blendi nuk e bën e veprimeve të Blendit. As ato nuk sqarojnë asnjë gjë, as ato nuk kanë një qendrim. Po s'kemi çfarë të sqaruar me Blendin ore. Kris, ti ke një raport me Dasinën tani, e dëgjon Dasinën që përmendet gjithmonë në rrjetën që ka krijuar Blendi në këtë program dhe shoh tani që ka një marrëdhënie të krisur mes ju të dyve. A mund ta di si qëndron problemi? A është faktori Dasina? Janë shumë faktorë në fakt, po më bën çudi edhe pse njerëzit shprehen këto momente se mund t'i kishin thënë përpara nëse kanë aq këll që se çka kanë bërë me njerëz të tjerë, e kupton? Jo të hiqen tani, jo po kshu nxjerr hedh gurin, shfshet dorën, jo andej po këtej. Pastaj për pjesën e Dasinës nuk kam çfarë të them se un kam fol me Dasinën nuk është se i kam ditë disa gjëra, tani ku e diu nga këto mohabete që dalin këtu. Normalisht kushdo që ti do ngelet i zgënjur. Por që më shumë e kam te Blendi, më thënë drejt, nuk e kam te Dasina. Se Dasina, okej, e njofa, nisëm diçka në fund ditës, Blendi është një e shkuar, nuk është se më intereson fort, si Blendi mund të jenë 700 nuk më intereson a pjesë, e është e shkuar. Po më bën çudi ky si burr që është se pikërisht Dasina aty të flasë. Dhe do të uli këtë raportin që kena krijuar ndoshta apo do të uli dhe këto imazhe që kena me njërin e tjetër. As pak, atëherë pse se them përpara, kjo është pyetja ime. Sepse tani po tani të erdhi ty. Tani iku Vlora, iku tjetra, iku Dasina. Kris, Marius lutem. Vetëm që Blendi kapet me thonj. Kjo është fuqia e Blendit. Sepse u largua pa një shpjegim të qartë. Jo, ta kam dhënë shpjegimin. Po pikërisht po del dhe prapë me Vlorën, s'ka asnjë shpjegim as nga Vlora, as nga Dasina, as nga asnjë, s'ka shpjegim. Unë nuk e kuptoj çka kërkon njerë nga gocat. Mirë. Del me gocat, po s'di të bësh as pyetje dhe s'merr asnjë përgjigje dhe vetë. Më fal, ti tu desh në 7 muaj që të përputhesh me atë. Po çon si sa e di që e fansi, e kuptoj që më ke shumë qef, po nuk ka nevojë të më ndjekësh 7 muaj për të më parë se ç'a bëjmë me Dasinën, apo tu po flasim për diçka, po prandaj të vjen me qesh, është e vërteta. Tani hajde fol. Pra ç'a pyeta. Pse përmendet tani, ma the. Nuk jam të marr me ato, unë jam të marr me ty, po me mua. Po Dasina do, lesh Krisin flasim i Dasina. Po ç'a burrë është ky? Po aman. Kthej përgjigje kujt dush, kthej përgjigje kujt dush. Kthej përgjigje kujt që ti kanë thënë ti do të kthesh te unë. Ka thënë asnjëri mos e ka se ato ti më thon nuk ka gjë. Kam karakter unë. Ti e pa karakter e çuna, hajde kthej përgjigje tani, jepi.
Ku do t'i përgjigjesh tani? Më kthe përgjigje. Kujt? Aulonës, Megi, Dasinës Mo? Më ka bërë asnjëra pyetje. Asnjë mirë, presim Bledin. Kishe pyetjen ta bën ti. Princesh Bledin e presim, tani the i përgjigj. Okej, mbret resh. Blendi. Presë rasti ti lush flokët pink paktën. Jo të bardha. Shkriva. Mirë. Takimi mbyllet me Vlorën që e bllokon Blendin nga gjitha format e saj të kontaktit. Për të vazhduar një herë mirë me Mariusin. Është edhe ajo arsyeja, po është edhe arsyeja që vetëm me mbyll kontaktin kompletisht. Nga i takim ke patur më komunikim me Blendin? Jo. Vetëm në studio kum fol me Blendin. A tenton Blendi të ketë komunikim me ty në prapasken? Se pa ta bo blok në Snapchat, edhe më pa të që do snaps, edhe tani kur i pash e bona blok masanej. Akoma vazhdon. Po email ka shkruajtur? Jo, thjesht kishte dalë aty. Jo, po mos më ka shkruaj, s'ka menu më shkruaj dikën tjetër. Bravo. Se gjeti në Snapchat, ky është interes? Pastaj është Blendi ai që tregon mos interes. Ndërkohë ajo e bllokon, ky prap shkon te ajo. Më dëgjoni me vëmendje, ju lutem, po më e dini si bëhet fundi i javës me ju? Bëhet më duket sikur më ngulet një pirun këtu. Sikur i ngul vetes një gjë të mpret në nofull, aq e vështirë më bëhet e intja dhe e premtja me ju. Ju lutem. Më respektoni pak mua, që jam vajzë, të pak të një çuna. Flisni shumë. Do qetësohemi pak. Na lën rreth plasim as ne. Vetëm rrim pak në eshtje. Tani më dëgjoni pak. E mbyllim këtë histori. Si ndihesh ti Marius si fillim nga veprimi i Vlorës? E vlerëson? Po, e vlerësoj jashtëmase shumë, e tha shumë të qartë, bravo i qoftë, inshallah i qëndron këtij mendimit, është për të mirën e vet. Kjo është fitore për ty. Urdhë, po, patjetër që po. Edhe nëse, domethënë, e ka bërë gjysmë për vete, gjysmë për mua, se e tha dhe ka shumë të drejtë, ta bënte sikur edhe për veten e vet, se ka liruar veten e vet, se ishte një stres, ishte një. Mua më shqetëson dhe të sugjeroj ty të mos e ushqesh më këtë dëshirë të Blendit për të demaskuar vajza, shumë e shëmtuar Blendi, do kisha preferuar shumë ta kisha kursyer këtë tani sepse nuk di vërtet dhe pres të ma thuash çfarë fitove. Pra ti thua un po bie dhe Vlora duhet të bjerë bashkë me mua. Jo, absolutisht. S'është as pak sjellje një djali zotëri që të flas për atë që ka kaluar me vajza dhe nuk është hera e parë Blendi që e bën. Nuk më ka marrë seriozisht as ajo vet. Edhe presin seriozitet nga unë. Po si të të marri seriozisht ty ajo, do me të pas ka pas gjithë drejtën e botës. Mirë që sa marrë seriozisht, se kush e di se çfarë do thoje ti për ato, po të merrte pak seriozisht. O Marius, edhe ti më fal të ta them tani, meqense se e përmendën gjatë gjithë kohës moshën. Ai po bën gabimin më të madh që po përmend gjërat që ka ndodhur. Është gabimi numër 1, vetëm kjo s'duhet të ndodh kurrë. Ti e ke qef të vajzën dhe ti vazhdon nga ana tjetër ti bësh presion dhe ti thuash se dhe ti je gënjeshtare, se mos pa të treguar. Mos e shëmto muhabetin se si them ti je gënjeshtare, po Lora tani unë dua të di vërtetën time. Edhe nëse shiko, Marius, të vërtetën tënde, shumë dakord, po gjej momentin për të gjetur dhe ti, jo kur e shikon. Ky është momenti. Ky është momenti tani ta thosh. Atëherë është shumë e turpshme që të dy ju, gjithë të gocë që është Vlora, një sekond super gocë, e barazoni vetëm me një putje, barazon ti Olona, vjen shumë keq. Është të mëshme. Më vjen keq, më dhimbset ajo goca dhe më dhimbsen këto gocat. Ose sa më dhimbsen që ka përballë ca njerëz që i bëjnë gjëra, që vini tregojnë, sa thashë te magjin. Sa të gjithë vetimet Blendit po e po, që gjë më e shëmtuar. Sepse më gënjen një femër, nuk e pëlqen. Jo, nuk e pëlqen, vjen keq. Dhe shpesh herë e kemi bërë dhe përpara, jeni ju që detyroni këto femra të gënjejnë. Jeni ju dhe sa mirë që ju gënjeni, sepse ju doni të gënjeni. Kjo është problemi jot, Aulona, sepse ti po e fryn ato vajzat na gënjejnë. Më keni zhvesh, më keni bë nonën e sodha këtu, fëmijën e sodha këtu, makinën e sodha këtu. Gjithë e sodha këtu dhe unë po kritikohem, po kritikohem me gisht pikrish nga ty. Jo, ti nuk po kritikohesh, sepse ti je shumë i lumtur, se ty të do populli. Ty të do dhe për sa kohë ti je i lumtur që të do populli, ti këto mund t'i bësh letë. Aulona, më ka thënë fëmia im, babi, ajo është goca që ka puthur 3 çuna, ajo do na sjellësh në shtëpi mua. Jo, i kam thënë me babën. Se fëmia im e shef programin. E shef se është 10 vjeç. Dhe ti ajo që po i përkran në momente të jo të duhura. Mariusin e keni këtu. Çfarë, cilat janë? Bravo pra Marius. Tani gjithë në YouTube do futen do thonë bravo Marius. Ti je hero Marius. Ti je më i ndershëm Marius. Po jam i ndershëm. Jo ti nuk je. Jo, unë jam shumë i ndershëm. Sepse ti kënaqesh të thonë ti je i ndershëm. Jo. Dhe ti shkatërron
Vlorën e respektoj. Të lutem, goca, ju them vetëm diçka. Marius, e para do doja shumë që djali yt të mos e shitë si problem një vajzë që është puthur me 3 djem. Është 10 vjeç i shef më Megi. Është 3 vjeç, po mbas 10 vjeç. Po pra, është 10 vjeç, po mbas 10 vjeç dhe shef për puthën. Po i shef Olona, i shef. Po goca, vetëm një gjë, mirë, edhe një gjë, goca, e shikoj o Marius, lutem, goca, e shoh që në shumë raste flitet për ju 10 vjeçar, se në ekran o Megi më fal, të lutem, më di më fal. Jo, mos e lëm atë se do ta prodhoj debat, të lutem. O goca, vetëm diçka. E shef dot. Goca, është problemi prindit që kur në ekran është nuk lejohet mbi 16 vjeç. Bravo të shoh. Është disa ta herë goca që unë e shoh po bëhet e përsëritur dhe jam me ju dhe më vjen shumë keq për shumë raste se si interpretohen sjelljet tuaja në studio, se si abuzohet me sjelljet tuaja, me transparencën tuaj, me genuinitetin tuaj në këtë program. Keni të drejtën tuaj të mos dilni me asnjërin prej këtyre djemve që nuk ju respekton apo përpiqet t'ju përbalt publikisht. Keni të drejtën tuaj ta bëni këtu, patjetër dhe jashtë, dhe nëse mund t'jepni këtë shembull për gocat që na ndjekin, jeni të lira ta bëni. Sigur kurrë me asnjërin prej tyre të mos lidheni, se është bërë e neveritshme. Është bërë e neveritshme. Është turp, po Megi, turp. Realisht turp, 40 vjeç, vjen gjykon këtu moralin edhe i thot lejo fëmijën e vet, i thot Po ti je 34 moj, më thumu 40 vjeç. Tani edhe partnerja që ti do marrësh, kush e di sa 1001 puthje do ketë dhënë ajo, do marrësh. Po mirë pak se ka pa njeri. Se ka pa njeri. Paktën te. Se ka pa fëmijë. Marius, lutem. Mariusi këtu ka thënë që ka shkuar me 6 goca njerëz. Çfarë tha 10 vjeçari për ato? Bravo Lindi. Çka? Se ku? Ska pas lindur atëre, ke pas lindur ti. Jo. Dhe përgjigje se pan televizor. Do ta dëgjoje kur dali pjesa, çfarë do i thosh? Në lidhje dhe diçka potenciale që mund të ndodhi. Shok, ajo ishte një shembull për atë që ai vokali që i ke çuti Vlorës. Mirë, kemi një sekret. Ju rikujtoj sekretet, do doja t'i trajtoja të dyve, por do ndalemi vetëm tek sekreti i Vlorës të erë. Sekreti im është me një djalë se unë mundova më njoftë edhe kur fillova me pas pak ndjenja e këm zonë me një mashkull. Pra ta unë dava se unë e dua burë, thëtë jo, se nuk e pranoj këtë burë me shku me burë tjetër. Një djalë në studio ka pas marrëdhënie me një vajzë që nuk është mo në studio se edhe e mbante me lek. Ndalemi pak te kjo deklarat e fundit, një djalë në studio që është Vlora, ke fjalën për Blendi dhe Anxhelën. Po. Ke dëgjuar që Anxhela i ka kontribuar financiarisht e Blendi, ka dhënë para. Apo Blendi kundrejt Anxhelës. Që ajo e ka pagu hotelin. Çfarë të thanë on? Edhe ajo ka të shkuar marr. Të kom thanë on që ka paguajt ajo hoteli? Po. E pse ka ardha ajo me marr lekë te hoteli? Se kam qenë, ja kam dhënë lekët që duhesh të t'ja hap aty të recepcionit poshtë. Që t'u thanë? Më thonë të kam bajt me lekë. Okej, mirë, bisedë shumë banale, po pse s'ja dhe vet lekët Blendi recepcionistit? Jo, sepse ajo ka patur komunikim me ato të hotelit edhe unë është dash që t'ikë të nesërmen. Është shumë muhabet koti me i fjalë që bëhet. Po ajo ka ardhur nalt te dhoma ime dhe ja kam dhënë lekët që t'ja jep aty, se unë s'kisha kohë. Me se ky është portofoli Anxhelës funditës, që Anxhela ka pas lekë tepër të jep te Blendi, të ka dashur ta përkëdhel, s'ka gjë. Me këto shpatlla punoj, avash. Mos e degenerosh. A ke patur ndonjëherë përfitime financiare ose një dhuratë nga Anxhela? Kundra sa herë që kemi dalë, unë i kom paguajt për gjithë. Po, a i ke paguajt ti? Okej. Së të tjera ata që paguam ne. Po, që na paguam, që na lanë 2 herë. Darkën e pagova unë, po të shkop të pagova unë, pas të i nda me Vlorë, le dyja, këta zja, u shduke se i po gjeni vajza, pyshin vajza. Te puna pagesës, unë duhet të vim përqimi për të këtë jam shku në toalet. Ka jom këthy jom nërë të ajo. Ja kam dhërë kortën, kjo më ke heq kortën pidurit. Ti tjetra, sa herë në Kosovë? Sa herë në Kosovë? Sa herë ke pagu në Kosovë ti? Unë e pata me Blendi, nuk e pata me ty. Se unë e di që e pagova. Ju një më fuës, se me të me kishtë në gojë aty të vojnë interesantet. Kjo është arsyeja. Unë jam i njëjtë, po Blendi jashtë dhe brenda. Njësoj sile me mua me shku. Okej, Blendi. Dhe dita me qëndru. Jo me, gatë natë ne ishim për jashtë, a këto kishin dash që të hikin, kurse ne dy ishim për jashtë.
këta kishin pagujt Jo, nuk po vetë aty flas për atë brenda. natë, po flas për atë që ka rrëfyer Vlora, që ka një thashë them që ty të ka mbajtur Angela me lek. Lek të kishte thanë që ka mbajt Blendi ADD, po e ka mbajt Angela Blendin. Se qa ke bërë ti për Angelën? Qa ke bërë ti për Angelën? Jo, s'është kam bërë gjë, po thjesht fjala që del nga goja. Po jo, më kur thua, të kishte thënë e ka mbajt Blendi, hajde de, pra më lë të kuptoj që ti pas ke bërë gjëra për Angelën. Jo, nuk len të në kupton këtë. Po kjo më është vetëm ky është përshkrimi, vetëm ky është shpjegimi. Po është nga që është shpjegim si për dal nga situata. Jo, O Blendi, di se çfarë më bën të mendoj kjo gjë jam falë kundërpres që ti asnjëherë nuk e ke pranuar përqimin për Angelën dhe këtu dhe e ke mohuar gjithmonë fal. Dhe tani që Vlora thot këtë gjën, do të thënë duket sikur krijohet një puzzle që ti mbase e ke shfrytzuar pikërisht për këtë gjë Angelën për pjesën e lekëve dhe i ke dhënë uthjet edhe veten tënde. S'kam nevojë që të më mban asnjë këto. Sipas teje, për çka e keni pas hotelin bashkë sipas teje? Për qef ose do të thonë ka përdor? Për qef. Po është shtëpi ose ndoshta ishte çështje logjistika. Nuk e di. Apartament ishte. Për çfarë arsye? Pun qefi. Për qefi. Po. Ai no. Shpenzimet i kemi pas të ndame. Make sense, ajo s'ka kuptim. Ti e beson këtë gjë? Shpenzimet i kemi pas të ndame. Nuk e besoj. Po tani si kam thënë unë që qartësohemi, ata kam thënë që më ka dhënë ajo lek, mua po i kam dhënë unë lek asaj. Jo, i ke thënë Angeles për lek. Kam thënë unë që më ka mbajt ajo me lek, se është budallallik që ta thom këtë për veten, a kuptosh? Jo, është pak e turpshme fakt që po e bën sërish, kam thënë që më ka dhënë ajo apo që i kam dhënë unë lek Angelës. Prapë është e turpshme që po e thua dhe këtë. Se është të gjej publiku çfarë, që ti ke dhënë lek Angelës, sepse Angela nuk është këtu, nuk mund të të kthejë një përgjigje. Jo, që nuk është e vërtet. As nuk ja kam thënë, as nuk ka ndodhur. Si fjalët e tua nuk janë të vërteta. Lekët ja kam dhënë nga që duhet paguaj çfarë sensi ka ajo Blendi ti shko poshtë dhe paguje vet? Nuk i kishte ajo kontakte me personin jon. I kishte ajo lekt. I kishte ajo kontakte, se ve lek to muhabetesh te. Si vjeni nati. Vjeni nati, s'm vjeni nati. Unë kam ne Blendi 10 ditë edhe kemi paguar fiks gjysmë për gjysmë. Në të njëjtën kohë po thu sikur po Blendo çfarë punë bën ti? A është çfarë bën Blendi me ja bën vetëm një koment? A është çfarë bën Blendi? Po në një punë tjetër? Oh, sorry Tom. Çfarë përveç se ndërtim ku dëgjon se duket nga mënyra se si shprehesh ke një lirshmëri dhe një ku dëgjon një imagjinat sikur punon shigolo valla. Jo ku tha njëra bëra tjetrën, kjo këtë mbaj me lekë. Pagoj njëra. Nuk duhet ty shfare këto ujëra. Ke punuar po i thon ata. Po ti thjesht mohoj edhe mos vazhdo. Po jam duke mohu 100 herë, po akoma insiston kot. Çfarë them më shumë? Kush e ka hapur këtë thashë themen? Për lek? Për lekët. Angela dhe Blendi punën e parave. U kon sikreti jam. U kon sikreti. Po kush e ka hap të thashë them? Ma tha Angela. Reja në zoti madh, Meg. Për shkryuar dhe ky puzzle i pse mbase Blendi ka qe vajzat më të mëdhaja, me sa duket, sepse përfiton dhe nga ana bravo, e knaqe tani, zonja kapitene mbrojtësia imja. Ço çen këto muhabete që i thu? Po pse po prekesh kaq shumë? Pse po i ndinjohesh kaq shumë? Po i ndinjohem sepse nuk janë të vërteta, janë thjesht, domethënë edhe ti për ti që ta thuash të muhabet nuk. Ose kjo vajza po thotë që ja ka thënë Angela që unë këtë djalin dhe me të drejtën Vlorën e besoj. E besoj, sepse nuk ka arsye, bravo Marius. Ja, edhe unë e besoj. Nuk ka arsye, domethënë është kjo u çua një ditë bukur dhe unë po shpik të thashë themin. Jo e shifni këtë që është këtu. Nuk të pëlqen Blendi kur kemi pa Vlorën thënë gjillim volum nga fillimi. Nuk të pëlqen Blendi kur ngrihet thashë theme për emrin tënd. Bravo. Se goca ti ke bërë të lef gjitha, po për veten s'po qeka. Më falni sekond. Karma. Ato që po thon për mua nuk janë të vërteta se pas po ato që kanë thënë të tjerët për vajzat me cilat ke dalë ti takim për ty janë vërteta. Vërteta ato. Po ato të dyja. Që dalë nga ty. Ato të dyja jo nga unë skandal. Mirë, dëgjoj. Nëse Blendi do kishte këtë interes që të rrinte me vajza më të mëdha në moshë për të përfituar financiarisht, a nuk ka patur kohë të mjaftueshme për ta reflektuar këtë? Dasina, e ke ndjerë ndonjëherë që Blendi ka dashur të rrjep nga parat? Të them të drejtën, këtu nuk i bie në qafë kot Blendit, sepse unë disa herë që kam dalë në kafe me Blendin, edhe ka qenë edhe Angji, ka pagujt ai,
E kam tentuar disa herë të paguaj, po vetëm i rast kam paguajt unë, kemi qenë me Arlindin edhe me... Okej, qartë, detajt sa duan, Flora. Pranon që t'ka vjetë 50 euro, pra. Ha? Që që ka Blendi ka që i hapër, ka që i pastër. Jemi kështu të ne. Dali ftyre e vërtet, tani ta din. Ndoshta ja ka marrë borxh. Ndoshta ja ka marrë borxh. Ta them se si... Ishte rastësi. Jo, o Krisi, ta them këtë se si është? Jo. Jo, thuje, se tani Ose thuaje, hajde thuaje. Nuk jam e sigurt kush i ka marrë. Unë kisha atë ditë nxora nga bankomati 150.000 lekë, ishin 3-50-she. Kur hangrëm me Arlindi me këto, paguajta unë edhe më kthej 30.000 lekë Blendi, 30 që ishin të 30 dhe i lash jashtë portofolit. Kur kam ikë në shtëpi, kam kontrollu neset dhe kisha vetëm një 50 që më mungonte. E denoncove? Jo. Po. Edhe unë e thjesht... Në një rast të tillë duhet ta denoncosh. Po, jo, thjesht më shkoj mendja për një moment. Po pra, po thjesht më... Po mirë, mua thjesht një moment më shkoj mendja, po nuk jam e sigurt. Nuk e thoj ke pas rastësi. Po të ka shkuar mendja, ke qenë me Blendin. Aman, çka keni bërë? Flora. Ndërkohë unë gjithkohës për jashtë kam qenë tupi cigare. Ja, këtë se mendon kush. Me këta thamë se... Vlora? Nuk jam një me mbrojt Blendin, po Blendi kur pata mua bet me ta, a i vet ka dash me bodurat të asines 50 euro për... vetëm për qef. E po, atërja pas ka marrë, pra. Te e besoj. Ka dash me qef, apo jo, te e besoj. Apo te e regu. Jora i vure pikën, e besoj. Jo, nuk i pata në atë mënyrë. Jo, tani e besoj që ja ka marrë, ja ka qef. I'm sorry, I didn't mean it. Ne që nxjerrim gjëra gjykojmë pa fund, dorso ju aty bëni ato çuja. Ishte lezet, dhurat me lekë të veta ishte... Goca, nuk është okej asgjë nga këto. A mund të se vetëm një respektojeni veten, nuk është okej asgjë nga këto. Jo, situatë që po thotë Nuk jam e sigurt o Megi, po... Adelaida thot diçka se ka njohur që rri me gojën hapur, po? A mund të thumë të kaloj në një pozicion vendmbrojtje dhe të vendosim ndoshta një rregull. Në qoftë se një çun nesër pas nesër nxjerr një shpikje për mua, a kam mund të drejtë si Adela, jo në vetë tretë se është shpifur, por në qoftë se nxjerr që është shpifje ta përjashtoj nga programi? Po. Okej, stop. Të njëjtën gjë edhe për juve. Po, të njëjtën. Jo e drejt vlen për të gjithë, por duhet të vini me prova. Unë bëj selfie çdo sekond, kështu që... E dini sa e bukur është ligji i natyrës, kur thonë që mbijeton ai që përshtatet, por në fund të ditës në këtë program të gjithë dalin në origjinë. Është e çuditshme shumë. Kujdes çfarë bëni me njëri tjetrin. Se në fund të ditës do faleni tek xhirim. Por nuk do t'ju pranoj më. Ta jeni në kohë. Tomi Aulona diçka për të thënë? Jo, asgjë. Jo, unë kisha vetëm një pyetje. Ta sula Marsielën, ka pyetje. Sa vjeç është Angela, sepse Dasina bashkë me Vlorën janë 67 vjeç. 25 më duket. Është 22 vjeç vet. Si mban dot? Po të mbledhësh të treja bashkë, e kapin 100-shën? E kapin 100-shën të treja bashkë? Ore, Angela, qa punë e bënte? Angela ishte këngëtare në Turqi apo e kanë fiksuar gabim? Aktore në Turqi. Aktore në Turqi? Aktore në Turqi? Po mirë, pa ka lek Angela dhe për t'i thënë Blendin. Shaka, Angela lekën baj për vete, goca mos jepni çunave lek. Dhe nëse nuk ju pëlqen se si sillen njerë në kafe, Shko Liloni Guta. Demastojmë në studio, se edhe krenari nuk është. Se nuk e di kur se në situatë është personi që ken kafe, dhe ta kryqëzojmë se s'kishte lek për të paguar kafe, s'është mirë. Hajde! Maggie's talking. E mbyllim. Natën e mirë, bashkë do shihemi të hënën.